Po hati pas ke lën ato parfumat vajor që promovoje, e keni shumë gabim, ka ardhur sot tek Miracles of Joy për të marrë parfumat e mi. Okej, hajde ikim tani. E dini tashmë që nuk më ndahet zemra nga Miracles of Joy normalisht. Këtu ka pa fund opsione parfumesh, por unë kam ardhur të marrë fragrancat e reja, sidomos këtë Vanille Haviar BDK që kam dëgjuar pa fund dhe Black Vanilla. Kur unë vi këtu nuk vi për të marrë një ose dy parfuma, unë e mbush me thënë drejtën, prandaj do marrë edhe Matadorin nga Ramon Monegal. Madje po mendoja të marrë dhe këtë nga Diori pasi është shumë i freskët tani për pranver. Dhe pse kam një koleksion për 10.000 euro parfume, unë prap do jem një fanse e parfumeve vajore nga Miracles of Joy. Besoni që vi një erë fantastike. Kësaj radhe kam ardhur të marrë versionin me spruzzo që ka 80% esencë edhe 20% etanol. Normalisht që do dilja nga dyqani me qeset plot. Shikoni pak se shumë kam marrë.